Siç e shihni edhe vetë, situata dhe rruga është totalisht e shkatëruar në pjesën e lumit të Drojës. Sot qytetarët dhe banorët rreth 100 shtëpi që ndodhen janë të bllokuar totalisht. Kjo tregon papërgjegjshmërinë e organeve të qeverisë vendore dhe njëkohësisht edhe të qeverisë qendrore për mungesën e investimeve në zonën dhe në qarkun e Lezhës dhe kryesisht në pjesën e Kurbinit. Padyshim që kjo është edhe mënyra se si buxheti për bujqësinë nga 5% i cili është premtuar nga ana e qeverisë Rama me projektin i cili besoj javës që vjen do kaloj në kësaj jave dhe javës që vjen do diskutohet edhe në parim dhe nen për nen, rezulton që ka zbritur në 2.5%. Tregon që situata është alarmante, këto banorë sot janë në mëshirë të fatit, organet e qeverisës qendrore dhe vendore nuk kanë marrë as edhe një mas, megjithse kjo situatë ka qenë edhe para 2 vjetëve në këtë zonë. Kërkojmë ndërhyrjen që situata të zgjidhet në mënyrë urgjente, pasi siç shihet edhe nga parashikimi i motit, rreshtet e shiut do vazhdojnë edhe për një javë gjys në ritme shumë të larta. Situata është shumë keq, sepse jeni të pa vetë, mu kretë që ju më bjemrejnë. Ka 6 vjetë si jetoj që shtonë. Kalamojtë s'kanë që me më bënë. Marrë një javë tjetri, po kanë gjithë se kush hallet e veta. Unë kam shku me mija herë në bashkim, kam thonë do të bëjmë shpajnë, se do të bëjmë nesër. Unë shofë 6 vjetë, unë për kratë fmive, jam 65 vjeqe. Vetëm me që vetëm, se që feja nuk i di. Se s'ka më qari, 100 bilet pension të dyje në 1 loqe. Burri s'mon, vetë s'mon, unë s'di ka më shku. Po, këta e kanë nxjerrë për ta shemë si shtëpi? Po, na ka thonë inxhinieri mos rreni mëre. Mos rreni mëre. Po ju s'keni ku shkoni edhe? Ku shkoj? Edhe gjithë shiu që bie? Për kratë fëmijëve sikur janë zonë atje ti pa vetë me korridore, këna kanë lumi. Për kratë fëmijëve nëse kam fëmijë mram të mram ujtim shprem ke dhoma tjetër. Së Kurbinit situata duhet të ndryshojë në mënyrë të menjëhershme se kjo ju jetoni në kushte njerëzore. Kjo është e papranueshme edhe për qeverinë lokale, por edhe qeverinë qendrore. Ashtu siç e tham në të dy deputetët, ne do interesohemi edhe padyshim që do marrim gjithë masat, do ushtrojmë presionin se ne mjete financiare si opozitë nuk kemi.